Jo më ndalim automjetesh për verifikim rutin. Ky është urdhri i prerë që ka firmosur drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita. Në një telegram drejtuar të gjithë drejtuesve të drejtorive vendore të policisë, Skënder Hita ka urdhëruar heqjen e shërbimeve të dukshme të policisë rrugore. Ky vendim vjen pas shqetësimeve në rritje të drejtuesve të automjeteve për ndalime të rutinë që u bën nga policia rrugore, pa patur një bazë të qartë ligjore, praktikë kjo që është aplikuar prej vitesh në vendin tonë. Urdhri i drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit ka hyrë në fuqi disa ditë më parë, teksa është kërkuar që shkelja që do të konstatohen për drejtuesit e automjeteve apo motomjeteve të bëhen vetëm përmes pajisjeve teknologjike si radarët për shpejtësinë, dronët e të tjerë. Në të njëjtin telegram Hita nënvizon se në rastet kur kërkohet konstatimi i shkeljeve në prezencë të drejtuesve të mjeteve, duhet të hartohet një plan masash i qartë për pikat e kontrollit dhe në krye të tyre të jenë shefat e sektorëve apo seksioneve të policisë rrugore. Mirë, i kthehemi live. Kjo ishte pra që e folëm me Karamuçun në fund pjesës parë, për ky vendim i Hitës, cili duket pak, por ndikon shumë për sa i përket edhe imazhit të policisë dhe luftës të korrupsionit brenda rreth vetë uniformave blu. Po fillimisht dua të pyes për këtë një mik tim personal të emisionit, i cili është rikthyer pasi fitoi një betejë të vogël me Shëndetin, një ndeshje e futbollit me porta të vogla. Kuptohet jo shumë, është me Martin Lega. Martin, mirë se na erdhe. Faleminderit, Mr. Gjeta. Duke që e ke lënë cigaren dhe ky është një super lajm i mirë. Ja ke lënë dhe ti një vest keq. Si ke parë, si e pe veprimin e policisë gjatë protestës dhe sigurisht a ka një, a duken shenjat janë, po nuk e di, a duket që do kemi një epokë të re të uniformave blu? Nisur nga rasti i fundit, padyshim që unë mendoj që aksioni për kapjen e atij grupit militar, le ta themi, i cili dispononte Molotov, që është padyshim janë armë zjarri të dëmshme dhe që krijojnë jo vetëm shqetësim në popullatën e demonstratës ku organizohet, po krijojnë edhe një lloj shqetësimi edhe tek i sheh. Unë mendoj që është hap i duhur dhe ne duhet mësohemi tashmë jo nisur nga praktikat, ka qenë praktik para 35 vjetësh, para 30 vjetësh, para 20 vjetësh, e tjerë se kështu është niveli i politikës gjatë këtyre demonstratave, por duhet të ndryshojë siç po ndryshon policia dhe krimi i çdo lloji i qoftë dhe i kudo qoftë duhet ndëshkuar dhe hapi që bën policia është padyshim është fiks ajo sinteza që keni me presh dhe me prangat në duar, është gjetje interesante dhe që duhet përgëzuar policia dhe duhet patjetër të jetë në nivelin e duhur. Më bëri përshtypje tek kronika që thoshte jo më kontrollit rutin. Jo vetëm kjo, por ndonjëherë njerëzit duhet të kujtohen dhe të jenë të vëmendshëm për detyrimet që kanë ndaj ligjeve dhe të punojnë për mos shkeljen e tyre. Unë kam një rast konkret, nga që realisht unë nuk i thyej rregullat e qarkullimit, maksimumi nëse kam marrë ndonjë job për parkim, pa dyshim, por i zbatoj rregullat e qarkullimit, kështu që nuk kam pas nevojë të më ndalojnë dhe unë kisha shumë kohë që s'më ndalonte një polis. Një ditë duke ikur për Lezhë, rastësisht më ndalon. Edhe mund ke rreth rrotullimi, mos më thujt ti. Po, edhe unë pyeta polisin i lidh, pa i shpejtësituar, po pse ndalon dokumentat? Po për çfarë dokumentat? Po pra, po mua më ndihmoi në fakt. Ty të ka prish punë, mua më ndihmoi. Nuk prish punë, mua më prish gjendjen. Po, nuk më prish punë. Pa dyshim, sepse unë s'kam ne problem se unë ndaloj i dhash dokumentat patjetër, po pyetës pse mi kërkon dokumentat s'mi dha përgjigje dot. Pa dyshim. Po në rastin konkret unë i dhash vetë përgjigje sepse mua më kishte mbaruar patenta 2 vjet. Kisha 2 vjet që unë udhtoja me patent skaduar. Mirë po, ai më tha,
që a e di tha që ke 2 vjet me patent skaduar, unë i thash, nuk e di dhe faleminderit që më tregove, unë kisha 2 vjet. Ti sheke përjashtime që vërtet o rregullin. Pa dyshim. Por ne duhet ta zbatojmë gjithmonë rregull dhe unë isha jo vetëm për gjop, po isha për shumë gjëra. Jo, me thënë vërtet mbas kodit je çik më rënd se kaq, po s'po ta themi. Unë isha për burg. Okej, e the vet. E Tleva, megjithatë, po nisim nga urdhri i fundit të jetës për të dalë tek problemi kryesor që mendoj mund ta diskutojmë. Unë mendoj që nga momenti i kanavizimit, i periudhës kanavizimit, uniforma blu, për fat keq që tregojnë edhe statistikat, edhe rastet konkrete nga oficerët lartë deri sigurisht tek temit e policë thjesht, janë prekur shumë nga fenomeni i korrupsionit. Po. Ka qenë një problem gjithmonë, siç është problem për gjithë shoqërinë, po mendoj që nga periudha e kanavizimit e këtej, pra le të themi kur policia u bë pjesë e strukturave nga cilat ne duhet na ruaj, mendoj që nuk po them fatale, po është dramatike, në një farë mënyrë temi infiltrimi i elementëve korruptiv në radhë të uniformave blu. A mendoni që Hita, i cili duket që e ka të lartë nivelin e imunitetit, por ndryshe nuk do kishte rezistuar kaq kohë i pacënuar, ai është edhe i dekoruar shpeshherë nga disa qeveri për aktivitetet e tij, a mendoni që Hita mund të jetë iniciatore një periudhe katarsisit të uniformave blu? Nuk po them ta realizoj, po të paktën ta nisi këtë proces. Kur u zgjodh Skënder Hita, drejtues policie, e përmenda në emision këtu që është një person që ka ngjitur të gjitha shkallët e karrierës, grad pas grade, gjithë ecurinë në karrierë ka bërë pa shkëputje, domethënë me meritat e tija dhe ka provuar çdo pozicion në policinë e shtetit. Sigurisht që kjo është një frymë dhe është deri diku edhe iniciativë personale e drejtuesit të policisë, për ashkosa ka nisur tashmë dhe po shohim diçka që po ndryshon, do të thotë që nuk është se është diçka që nuk e parashikon ligji dhe nuk e parashikon ligji i policisë, rregullorja e policisë dhe gjitha normat, aktet normative që janë në fuqi për të bërë këto urdhërime, telegrame dhe gjitha çfarë firmos drejtori i policisë. Nuk e di pse mund të mos i kenë bërë të tjerët, por besoj që ky është një hap i rëndësishëm për të ndryshuar diçka në frymën e policisë, në mënyrën se si sillen, se si përballen me qytetarët në terren, dhe për gjithë tjerët në radhë shoft edhe më pas tek çështja e hetimit edhe për të shkuar më lart edhe tek kriminaliteti. Besoj me këto ritme dhe me këto lloj forme që ka nisur punën e tij, do kemi rezultate më të mira, besoj unë. Fatjon? Policia, korrupsioni dhe a do mundet vetë policia ta luftoj brenda vetes vetë këtë gjë? Së pari njerë unë bëj vlerësimin ndaj drejtuesit të ri të policisë shtetit për mënyrën se si qasja e re e tij, për mënyrën e ndryshimit të mentalitetit drejtimit është shumë e rëndësishme. Nëse pati një iniciativë për heqjen e kontrollit nëpër akset kryesore, për vendosjen e patrullave apo të radarëve në rrugët kryesore, është mirë pritur nga publiku. Por do të shkohet drejt një teknologjie, që është kontrolli nëpër radarëve apo droneve, kur dronet sot po ndryshojnë botën, po ndryshojnë strategjitë të luftrave, po shikojnë se çfarë efektesh kanë ato. Po hym drejt inteligjencës artificiale dhe kjo duhet të jetë edhe në policinë e shtetit. Në pra aq kohë sa duhet shkojmë drejt një ndryshimi të tillë, patjetër kërkon edhe një trajnim të punësve të policisë. Kërkon një rikualifikim të tyre dhe sigurisht ngritjen e strukturave ose rishikimin e strukturave të policisë. Për shembull, nëse flasim për kontrollin me radar, është shumë më e mirë kontrolli me radar se sa me një patrullë policie. Sepse e para nuk ekspozon forcat e policisë, është një model i vjetër, ju e thatë që e ka hequr dhe Malizi, por kryesisht është një eksperiencë ballkanike. Kisha vite pa qenë, po ishte Malizi. Eksperiencë ballkanike, e ka Maqedonia, e ka Malizi, pra në vendet ballkanike ku shkonte nga Shkodra. E ka pas Kroacia, po thonë Kroacia e ka hequr. Po dhe Kroacia ka qenë llatar, rishin të fshehur, ishte të merri rrugën sa të mallkojë veten që e merr territorin për të përshkruar për të ardhur në territorin shqiptar. Pra duhet përshkruajë një kalvar të gjatë, postobllokësh, blloqesh të fshehur etj dhe vështirë të vije me patentë. Maqedonia më mend merrshin e pasaportën. Shkonte deri në atë pikë që pasaporta është provë shtetit shqiptar. Atëherë Shqipëria po bën rrugtimin drejt vendeve bashkimit evropian, sigurisht që duhet përgatitesh për të qenë i tillë dhe kjo duhet të bashkohet drejt formateve dhe drejt nivelit të këtyre policive. Për shembull, vendosja e radarëve ka një kosto të lirë, mos mendon dikush se do vendosë radare do shtrish kabllat.
Sot në redisimi, bën transmetimin e dhënave, Wi-Fi. njoftimi para prak, sikurse është në gjitha vendet ku kanë autostrada, 250 mbi bazën e shpejtësisë aksit rrugës, duke bërë njoftimin para prak për ata matja sistemit të mesatar të shpejtësisë që quhet sistemi tutor dhe mund të përdorish. Kamera është një kuti, është projekti, është software që ti vendos. Dhe çfarë ti kërkon? Atëherë në vendosjes tyre mund të kesh shumë më tepër se sa radari, i cili mat vetëm shpejtësinë apo mat, po themi, ato momentet e sjelljes të një drejtuesi mjeti, përsa e mund të kontrollojë para kalimin e gabuar dhe pra mund të kontrollojë sjelljen e drejtuesit mjetit, mund të kontrollojë targat e vjedhura të makinave, të cilët shpesh kanë qenë pjesë të atentateve. Unë kam parë të një kolegu tim i cili ma tregoi, dhe ishte ai ishte i mërzitur për shkak gjopës, kuptohet, ishte mërzit, po nga ana tjetër ishte koshient që e kishte shkel shpejtësinë, sepse ishte fytyra e tij, fotografi, targa e makinës, niveli i shpejtësisë, ku duhet ishte dhe niveli i saj kishte kaluar. Prandaj themi, një gjë e tillë ti ngren duar lart dhe nuk ke as mundësi ta kontestosh, as ta kundërshtosh, as pagush job, pra job në thojsa, pra rishpet, pra ti shkon atje, paguan jobën se s'kesha pushtetet dhe pastaj automatikisht je më pak i prirur për ta bërë një gjë. Edhe investimi që u bë për makinat inteligjente, për mua ishte i panevojshëm, sepse makinat inteligjente janë më shumë si gracka. E vendosti në një aks caktuar, edhe bë gracë të njëjtën gjë. Ato që sa vogla grishë i vendosin. Një njëjtë gjë, nuk vetëm se shtoi statistikat, sa gjoba kanë marrë, sa persona janë ndëshkuar si drejtues të automjeteve, por normalisht nuk është se e zgjidhi problemin. Plus se kam përshtypjen, nuk e di Fationa, heq këtë çështën se tash në Tiranë ato. Dhe ne e dinim shumë mirë që policët e trafikut shfaqeshin jo për temi, po shfaqeshin me urdhër në momentet caktuara dhe fillonin fushatën e gjobave. Dhe ne herë bisedojmë me ta, ma bën kështu, s'kemi çfarë të bëjmë, na kanë dhënë urdhër këtë javë vetëm do presim gjoba. Pra themi, kjo lloj mënyre e re e të sjellurit policisë do ndikojë te kjo gjëja që ne mos ta shikojmë policinë si një kërstim, po ta shikojmë thjesht si një element nga i cili duhet kemi frikë dhe të respektojmë ligjin. Mjafton të shikojmë modelet e vendeve të Bashkimit Evropian. Çdo shqiptar që ikën deri nga territori shqiptar me automjet në Greqi, në Itali kudo, ndeshesh me rregulla të tjera. Janë më të kujdesshëm, sjellja është më e vëmendshme ndaj rregullat që janë rrugor. Por nuk duhet të jetë vetëm çështja e prezencës policisë në rrugë, por është një çështje komplekse edhe e infrastrukturës. Do të thotë sinjalistika vertikale, sinjalistika e rrugës, gjitha sepse këto shkojnë tek edukimi dhe ke parandalimin. Nëse nuk do bëjmë edukimin dhe parandalimin dhe vetëm me policë duke dalë në rrugë, qytetarët një pjesë kanë gjetur dhe marifetin, për shembull, kanë krijuar atë grupin e famshëm të Telegram dhe njoftojnë në njëri tjetrin që kjo ka një patrullë policie. Ne dimë që ka dhe kodet pa shkruara, pra kur ti shikon që dikush ndes dritat e gjata, përveç njoftimit me drita ne kuptojmë gjithë që nuk janë forma të vjetra. Janë forma të vjetra, po njerëzit ja kanë gjetur anën. Kurse këto format e reja që janë europiane, këtu pastaj ngrenë duart. Këtu pastaj është ajo që tham, duhet futet ke edukimi dhe edukimi duhet bëhet pjesë e standardeve të Bashkimit Evropian. Edukim përmes ligjit, më thon drejtën, se edukim tjetër s'ke çfarë të bësh tjetër. Ligji është më sepse ai nuk në Austri apo në Gjermani nuk e edukon njeri. Ai e di që aty po ashtu gjoba është 600 euro apo e tjera deri në blokimin e patencës, ndërsa këtu thot marr 30.000 lekë, 50.000 lekë gjoba do po na. Jo, po e zgjidhun me një pjesë e punëtorëve të policisë po bëhen gati për të dalë në pension. Po ashtu dhe oficerët policie. Është një tjetër gjenerat që po vjen. Dhe duhet punosh për këtë gjenerat. Pra edhe gjenerata e re e policisë shtetit, akademia në mënyrën se si ajo duhet ta ketë formimin e tyre. Duhet t'i përshtatet pikërisht kësaj gjenerate të re dhe kërkesave. Sot për shembull policia ndeshet me probleme të cilët mund të jenë terrorizmi. Janë problemet e sulmeve kibernetike dhe mbrojtjes kibernetike. Pra duhet shkojmë drejt një policie e qoftë dhe shkencore, sepse problematikat që ndeshin qytetarët janë dhe të tilla. Mashtrimet online, shikoj çfarë probleme kemi me call centrat. Pra shko drejt një teknologjie ku edhe krimi është bërë më shumë më sofistikuar. Jo thjesht standarde evropiane, por duhet të përshtatet e kohës. Më me metodat e vjetra, krijoj një postoblog, dil atje, ngrej tabelën, hap ekranin, dokumentet, ditë rrotullore dhe gjëra makinës. Fol me shefin se shefi t'ia dhash ato gjëra, ato marifetet që edhe Karamusha tha, janë forma korruptive të cilat nuk i përshtatet. Dhe rreziku ndaj punësve të policisë. Un kam pasur rastin disa herë kur kam shkuar në Vlorë gjatë periudhës verës, brenda ditës dhe jam kthyer, punojës policie me makinë, vendosur në një aks të tillë të rrezikshëm për vete.
Frika e policit, para me e kanë ullur shpejtësinë, Janë vrarë me makinë. kanë ullur shpejtësinë dhe ulja e shpejtësisë dhe gjendë pa përgatitur drejtuesin tjetër nga mbrapa. Sa e bën të rrezikshëm mënyrën për të bërë manovra dhe krijon një zinxhir të mundshëm burim për aksidentesh. Burim aksidentesh dhe humbje Pra, shete. jap se koha me cilën drejtori ka ardhur dhe ka hedhur këtë hap të parë për një ndryshim, është një ndryshim që do të shoqërohet patjetër me masa të tjera që të mos e lëmë këtë boshllok Por ju thoni është hapi i dur, Unë them është hapi i duhur dhe edhe është mbështetur në opinion. E vërtet. Njerëzit e kanë mbështetur shumë dhe është pritur me shumë pozitivitet. Ky hapi i parë i bërë nga drejtori. Megjithatë opinioni jon, ligji, policia tregon është çike vështirë bëra. Ju mirë bëni që ndaleni kaq shumë. Në vlerësimin tim është një shenjë pozitive në ndryshimin e shërbimeve të policisë, po duhet dini që policia ka probleme të tjera në raport me këtë. Kjo nuk është hiç gjë para atyre Në raport me qytetarët dhe pastaj sigurisht. para atyre që ka organizata e policisë dhe funksionaliteti i saj dhe rendimenti i produktit i saj. Ka probleme institucionale që duhen korrigjuar, sepse një pjesë janë shtrembëruar, një pjesë janë lënë rrugës dhe edhe dihen edhe s'dihen. Ku e kam fjalën? Fjalën e kam që drejtimi politik në ministri dhe drejtimi profesional në policinë e shtetit duhet ndalen dhe t'i kthehen dokumentave që kanë gjetur apo të atyre që kanë aktualisht për zhvillimin institucional të organizatës policisë, sepse është krijuar mendimi që ja do bëjmë ca korrigjime të vogla. Jo, ka nevojë për ndryshime më të thella. Për shembull, unë e mirëprita këtë që bëri drejtori i policisë. Për arsye sepse duke fut teknologjia, duke ndryshuar dhe mentaliteti, drejtimi duhet i përgjigjet, duhet u udhëheqim me vizion në vetë drejtimi. Në këtë rast, drejtimi fakti që veproj shpejt, do thotë e kishte të pjekur si ide. S'ka kaq vite ka gati. Po, dhe opinioni publik me të drejtë të mbështet. Po ka një parim të rëndësishëm në polici. Do drejtosh, do menaxhosh dhe shërbimet të jenë me kosta. Jo pa llogari, i nxjerr forcat, i lë rrugëve, kërkon të demonstrosh se ke shumë forca, e të tregosh muskujt dhe forcën. Ka ikur kjo kohë. Tashmë që ke teknologjinë në dispozicion, ti duke futur teknologjinë shkurton shërbime demonstrative të tepërta, të panevojshme, burim korrupsioni dhe e fut në shërbime tjera që ka nevojë. Një ndër problemet që unë gjykoj, këto shërbimet e sigurisë që janë me uniformë demonstrative kanë eksperiencën jo të keqe të mirë, ka nevojë për kolaudim dhe korrigjime të tilla. Më shumë ka nevojë policia kriminale, do të thotë lufta kundër krimit. Dhe unë aty pres që ai të bëjë qilismë. Gjë që duhet ta themi për fat keq, agentët kriminal janë një kontingjent i cili është goditur në dekadën e fundit. Them për fat keq pasi jo çdo gjë e keqe ka qenë në një periudhë caktuar. Pra agentët kriminale, ata që njinin territorin e lagjeve, të rrugicave, të pallateve, etj, ata kishin informacion dhe rrjet informator shumë të mirë. E kam frikë që besoj jeni dakord me mua që kjo është një nga sektorët më të goditur, policia kriminale. Më të goditur, po, unë aty pres që drejtori policisë të vërë dorë dhe pak e nga pak, nuk është puna se do bëhet përmbysje në policinë e shtetit dhe strukturat e saj. Po disa kolaudime, korrigjime, kupton, janë mëset nevojshme. Dhe policia kriminale ka nevojë në përmbajtjen e saj dhe në objektin e punës. Kur them në përmbajtje, ata njerëz që do punojnë polici kriminale duhet i nështrohen një filtri shumë të pastër, në mënyrë që të krijohet besimi brenda strukturave të policisë kriminale. Po kështu duhet punohet shumë me rrjetin sekret informativ, i cili është formal, ata janë të ndërgjegjshëm, din një gjë të tillë, ka një raportim fiktiv, një raport fiktiv, një vlerësim fiktiv, sepse nga informacioni varet suksesi i luftës kundër krimit, qoftë për parandalim, qoftë zbulim.
duhet të ndryshoj shumë, sidomos struktura që merren me krimin ekonomik financiar. Gjithmonë, në gjykimin tim, kanë qenë në bisht të situatës, për arsye se krimi organizuar synon tek problemet ekonomike e financiare, ai ka qëllimin e organizimit për të përfituar struktura, edhe pse vetë kryeministri para 2-3 vjetësh ka tërheq vëmendjen për riorganizim, rishikim të objektit, procedurave, metodave të punës. Duket sikur janë në pozita pritje. Ndoshta kanë pas dhe ndonjë orientim të gabuar që të mos trazohen. Po për proceset më të rëndësishme që ka godit SPAK-u të funksionarët e lartë në fushën e krimit ekonomik financiar, nuk është ndjerë në opinion publik, cili ka qenë roli i policisë dhe i kësaj strukture që ka përgjegjësinë ta zbuloj. Mirë nuk e zbulove vetë, po kur të hidhet në media problemi, cili është roli tënd për ta zbardhur, për të mbledhur prova. Pra iniciativa e vetë policisë për të... Vetë policisë që ti e po marrë këto të call centrave dhe një sër probleme të tjera. Pse nuk ecën? Pse nuk ecën? Vërtet ka korrigjuar në 2025-ën numrin e referimeve në prokurorinë e përgjithshme dhe në SPAK. E ka ngritë rendimentin. Por këto çështjet më të rëndësishme që janë zbulu grupe të organizuara, nuk e di cili është roli dhe kontributi. Kështu që unë mendoj... Me thënë vërtetën, për pak të një referojmë ati rastit tek përballë katedrales Kishës Ortodokse, aty u fol hapta si se po ashtu te terasi rrugës Kavajës, që shumë për këtyre call centerave befas pa ditë çuditërisht ishin mbyllur përpara, çka ka pasur rrjedhë informacione dhe për fat keq informacioni ka rrjedhur në punime policore. Unë shpresoj që drejtori i ri ta marrë në eksperiencë ka, probleme të njeh, vetëm duhet iniciativa për të operuar pa frikë, për të prish çerdhet që janë krijuar në sektorët e policisë kriminale që mbajnë njëri tjetrin, mbajnë një trump agentësh të korruptuar, po them të inkriminuar, po pasiv. Duhet t'i futin në filtr dhe të ndryshojnë në polici, sidomos polici kriminale, cilët janë kriteret për të matur punën e një inspektorit të krimeve. Krimet janë të vetë zbuluara, nuk është rezultat. Ke kryer vetëm procedurat, aktet proceduriale, sa do zbulosh për ata që nuk u dihet fillimisht autori. Po ndryshoj ky çelës, do ndryshoj krejt policia. Pse? Çdo individ do viret para standardit. Ke zbuluar nga krimet që s'djeja autorit i apo jo? Jo asnjë. Iku ky vit, ikën 2 vjet, ti s'bën për këtë punë. Do thot do futet sedra. Po kjo duhet shoqërohet me një pagesë tjetër. E vërtetë pagesa stamp të gjithë njësoj se kam këtë funksion, edhe ai që përplaset dhe punon në atë ditë për zbuluar, edhe ai që hiqet zvar dhe merr dosje të pezulluara. Jo, besoj zoti Hita duhet ta përdorë të shembullin e vet, që ndryshe nga drejtuesit. Instrumenti i pagesës është katapultuar në atë pozicion. Instrumenti i pagesës ka shumë rëndësi. Ai që zbulon krime, kupton? Që sudie e autori, zbulon një vrasje, një grabitje, ai duhet marrë një shpërblim ekstra, një pagesë tjetër, kupton, që ta diferencojë nga këta të tjerët. Dhe në këtë rast do të ishte një shpërblim pak të ligjor, nuk do të ishte në mënyrë që të mos shtrin dorën, kështu që shpresoj që në polici kriminale të vërë dorë dhe kështu si ka filluar me ndryshime të shërbimet e sigurisë që janë publike, të vërë dorë dhe në polici kriminale, dhe unë kam besim, është një procesi të ndryshimesh në polici shtetit. Po puna është, me sa hapat shpejta, do eci ky ndryshim. E vërtetë, ndërkohë që po Fation? Doja të thoja... Do shoqëria kërkon këtë ndryshim dhe kërkon shpejt. Jam dakord me profesorin, analiza ishte shumë profesionale, por në kuadrin e ndryshimeve që drejtori mori kryesisht për kontrollin e akseve në mes shërbimeve të qarkullimit rrugor, mendoj se është dhe një moment i duhur për të parë edhe kontrollin e akseve apo të qarkullimit brenda qytetit. Për shembull, kemi parë që në pikat kryesore të qarkullimit rrugor në Tiranë, semaforët kontrollohen nga shërbimet e policisë shtetit. Duhet të heqë dorë, kuadrin e një rishikimi që po pritet të ndryshojë
varësia dhe organizimi i policisë bashkiake mund t'i ngarkohen policisë bashkiake kontrolli i trafikut brenda qytetit, ashtu që kanë dhe vendet e Bashkimit Evropian. Ky është debat shumë i gjerë fraksion. E qyteteve e ka. Me shumë respekt ndaj teje, unë jam kundër kësaj, të paktën me këtë polici bashkiake që ne kemi sot. Jo, unë them në kuadrin e gjithë ndryshimeve që do të ketë. Por ajo që të mundësh, nëse ti heq këta policët nga akset rrugore dhe i vendos në kontrollin e trafikut rrugor, por flas për Tiranën, siguroj që trafiku në Tiranë rregullohet, jo reduktohet, për fat keq nuk reduktohet, por rregullohet spaku 40-45%. Pse e them këtë dhe po jap një shembull drejtorit Tita, ai e di shumë mirë, kur presidenti i Republikës, kur kryeministri i vendit kalon nga Sauku në drejtim të qendrës Tiranës, një nga akset që bllokohet më shumë sot në kryeqytet, trafiku sqarohet në më pak se 2-3 minuta. Dhe le ta trajtoj çdo qytetar të Shqipërisë që trajton qytetarin e Partisë së Republikës apo kryeministin e vendit dhe besoj që policia i ka mundësitë e kapësit për ta bërë këtë, tashmë që siç e thatë ju, po lehtësohet nga akset kombëtare. Dhe unë mendoj që modestisht po them, nga përvoja ime, për moment nuk e di në kuadrin e reformimit, ndoshta kjo mund ndodhi, dhe në vendet e caktuara kjo ndoshta dhe bashkuara kjo ndodh, që policia rrugore është komplet e komanduar nga bashkia e qytetit. Por në rast të Tiranës, policia rrugore ka në dorë që trafikun ta rregullojë 40-45% më mirë se sot, siç e bën rastin e Bayram Begës dhe të Edi Ramës sa herë ata kalojnë në akset e bllokuara të Tiranës. Megjithatë, një gjë është për ta thënë, zoti Ida i është futur pak detit në këmbë për shkak të këtyre problemeve që përmendet dhe ju, por ka një lajm të mirë në këtë mes. Për herë të parë kemi një drejtor policie i cili e ka të gjithë opinionin publik pro ti. Ky është një lajm i mirë dhe zoti Ita duhet ta shfrytëzojë. Bram, faleminderit që më mua sot. Faleminderit ju. Faleminderit Leva, faleminderit Martin, faleminderit Ervin Karamuçun. Bashkë shihemi në orën 10, do flasim sërish për protestën. Kësaj radhe për një raport të ri midis protestës dhe medias, që është një nga pyetjet kryesore të sondazhit ton Zëri i shqiptarëve. Bashkë shihemi në orën 10. Për policinë e shtetit ishte bërë problem në shumë protesta një grup zjarri 10-15 veta. Kështu quhen. Një grup zjarri, ata që bënin akte të dhunës, të tjerët ishin paqësorë. Vetëm këta bënin akte të dhune. Dhe në bazë të 19 ligjit për tudimet, këta që në momentin që hynë në protest me maska, të pa identifikuar, protesta duhet të shpërndahet nga policia. Pra policia i ka toleruar këta. Tubimet e mparshme, protestat e mparshme, vetë autorët, organizatorët i kanë përdorur këto mjete dhe janë kapur në mënyrë të shkëputur, po jo kaq të organizuar. Ligji për tubimet e përcakton qartë, siç e përmendi dhe profesori, pjesën e maskimit, të bulimit të tyres, mjafton vetëm kaq për të sjellë arrestimin, pasi sipas ligjit përcaktohet gjop deri në 6 muaj burg vetëm për pjesën e faktit që nuk identifikohet çdo. Ndryshimi i strukturës policore ose i drejtimit të ri të lidershipit të policisë ka qenë fakti që të kap në flagrancë për të vajtur në prokurori dhe në gjykat për të çuar këto mbi bazën e provave. Se s'ka ndodhur më përpara. Ka pas dhjetor policie që i kanë shkelur syri dhunës protestave e disa politikanëve të opozitës, duke bërë një lloj marrëveshje që shiko, ti do bësh punën tënde, unë punën time. Ja. Ka ardhur koha për të thënë stop. Dhe jepet një mësim të mirë atyre që duan të organizojnë dhe të fitojnë dhe i nxisin për veprime të tilla kriminale.